U rinoi brenda bazilikës së Shën Pjetrit para vizitorëve dhe besimtarëve, arrestohet i riu në Vatikan. Një akt i paprecedent dhe i pahishëm ka tronditur vizitorët në bazilikën e Shën Pjetrit të premte në mëngjes, pasi një person u rinoi në sy të pranishme në bazilikën e Shën Pjetrit. Sipas gazetës italiane Corriere della Sera, incidenti ndodhi rreth orës 9:30 mëngjesit, ndërkohë personi në fjalë ka rënë në prangat e policisë. Personi në fjalë u ngjit mbi kangjillat mbrojtëse dhe duke sfiduar shenjë të rinë në vendit, uli pantallonat dhe filloi të urinonte para një turme të madhe. Pamjet e ngjarjes, cilat u filmuan nga një vizitor dhe u publikuan më vonë nga gazetat italiane, tregojnë momentin e çuditshëm të aktit, ku i riu i papërmbajtur realizon aktin në një prej vendeve më të shenjta të katolikëve. Ky ishte një incident i pabesueshëm, tha një dëshmitar për gazetarët e Il Tempo. Ky është një vend i shenjtë dhe nuk e besoja se diçka e tillë mund të ndodhte këtu. Një akt i tillë i paparashikueshëm shkel gjithçka që është e shenjtë, theksoi një përfaqësues i Vatikanit, duke shtuar se incidenti do të hetohet më tepër për të kuptuar motivet që qëndronin pas tij. Pas ngjarjes, policia e Vatikanit ndërhyri shpejt dhe siguroi vendin, ndërkohë që rojat e bazilikës kontrolluan që të gjithë vizitorët ishin të sigurt. Ende nuk janë dhënë detaje rreth mundësisë që ky incident të kishte ndodhur për arsye të caktuara ideologjike ose si një veprim i momentit. Për momentin asnjë informacion i ri nuk është zbuluar rreth incidentit, autorit të këtij akti të turpshëm dhe hetimet janë ende në vazhdim. Po ashtu asnjë informacion i mëtejshëm lidhur me pasojat juridike të këtij veprimi nuk është dhënë nga autoritetet lokale.